E kam djalin 5 vjeç nuk flet. Më ka thënë dikush me e çu thot te kisha laçit. Të këshilloj që t'i lutesh Allahut të lartësuar drejt për drejt. Dhe mos shkosh në vende të ashtëquajtura të mira. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem ai më shëron. Muslimani nuk i lutet kishës, nuk i lutet minarës xhamis, nuk i lutet hoxhës, priftit, gurit, drurit. I lutet vetëm Allahut të lartësuar. Lutja e dikujt tjetër përveç Zotit gjithësisë është shirk. Allahu i lartësuar nuk e fal shirkun. Nëse robi nuk pendohet në Zoti i gjithësisë nuk e fal shirkun. Është mëkati më i madh. Zoti na ruaj. Ajo që të këshilloj që të bësh për djalin tënd është t'i lutesh Zotit gjithësisë një vetëm. Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju, thot Allahu i lartësuar. Anën mjekësore mos e neglisho. Me i marr shkaqet dhe lutju Zotit gjithësisë. Allahu i lartësuar na shef, na shikon kudo që jemi. Pra dhe mos bëj mëkat që me lut dikë tjetër përveç Allahut të lartësuar, Zoti na ruaj.